Thot Allahu Azza fa'adalak në këtë sure, ai i cili të ka kriju edhe çka të ka bëu të drejt, të ka bëu tamam. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Në çfarë do forme që ka dashur ai, ashtu edhe të ka kriju. Allahu Azza wa Jalla ka kriju në formën e vet, në pamjen që ai ka dashur. Pamjen që i kemi në fizionomin, na i ka dhënë Allahu Azza wa Jalla dhe thot fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Ashtu siç ka dashur ai, të ka formu ti. Rakkaba shay'a tarkiba. Është kur Allahu Azza wa Jalla çka e ka bëu çdo sen në vendin e vet, hap pas hapi. Kjo është terkib, që çdo sen të ka vendu në vendin e vet. Në vendin e vet. Allahu Azza wa Jalla të ka ditë më së miri që ti hundën me ta dhënë këtë formë. Të ka ditë më së miri që gojën me ta dhënë këtë formë, që syt me t'i dhënë këtë formë, që vetlat me t'i dhënë në këtë formë, qerpisht me t'i dhënë në atë formë, ballin me ta dhënë në atë formë. Para mendoje sikurse të kishe pas devijim në fizionomin tënde, në krijimin tënd. Si do të kishe qenë pamja jote? A do të kishe pas guxim që me shiqu vetveten pa fqira? Dhe Allahu Azza wa Jalla thot, ashtu siç ka dashur ai ti të ka kriju. Ta ka dhënë pamjen, suretin e përmend sure pamje. Për çfarë ti thon suret apo sirat fotografisë? Do të thonë pamja jote, kopje e pamjes tënde. Dhe megjithatë na nuk jemi falëndërues ndaj kësaj të mira. Bile marrim guximin që këtë fizionomi, këtë pamje me ndryshu. Allahu na ruaj nga kjo. Dhe bile marrim guximin që këtë pamje dikujt me asha. Allahu Azza wa Jalla e ka kriju në atë formë. Dhe këtu del në shesh mesela që askujt s'ke të drejtë me a përkesh fizionomin të cilën ja ka falë Allahu Azza wa Jalla. Sepse në këtë formë, çka? Sepse në këtë formë ke pretendu se Allahu Azza wa Jalla nuk ka qenë i fuqishëm që me kriju më mirë sa që është. Allahu na ruaj nga kjo. Dhe keni kujdes që mos talleni me pamjen dhe me fizionominë e njerëzve. Që të mos talleni me buzët e njerëzve, me hundën e njerëzve, me sytë e njerëzve, nga sa ato janë krijesat e Allahut Azza wa Jalla. Atë hund, atë sy e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Ajo nuk është diçka që ka ra ashtu, ka ardhur pa vetdinë dikujt, porse atë e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Dhe ti me as pak nuk ke të drejtë që dikujt me asha hundën e tij, me asha kryet e tij, me asha pamjen e tij, sepse atë kry, atë pamje, qoftë e bukur, qoftë e shëmtuar, e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Dhe ti s'ke të drejtë me u tall me fizionominë e dikujt tjetër, nga se ki të bësh me ndjenja, ki të bësh me krijesë. Dhe ki të bësh me krijim, pas të cilit krijim qëndron në krijuesi më i madh, Allahu subhanahu wa taala. Ai ka dashur që ajo krijesë me u duk ashtu dhe ashtu duket. Me çfarë guximi ti merr që me kontestua atë krijim? Me çfarë të drejtë ti merr guximin që me kontestua atë krijim? Të cilin krijim e ka kriju krijuesi dhe krijuesi i tij, Allahu subhanahu wa taala. Dhe ta kemi parasysh se çdo krijesë është bën në atë formë, në atë pamje, siç ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Dhe se ti kur e ke shoh pamjen dikujt, çka? Në mënyrë direkte ke fy Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ruaj nga kjo, dhe se kjo është nga gjunat e mëdha, nga mëkatet e mëdha që mu tall me pamjen dhe me fizionominë e dikujt tjetër. Keni kujdes dhe largohuni nga ky ves dhe nga këto fjalë, sepse janë të mëdha në mizanin dhe në peshorën e Allahut subhanahu wa taala.